Vendos në mujtë të shi. Jo, të go. Katër hopa, para, ma. Metrin, go. Ropa, ma! Metrin, kula! Qandër, dura! Korpus, njëri! Majtës, kula! Para, ma! Majtës, ma! Me vizion, integritet dhe vlera të forta. Le të jeni këto vlera udhërfyesi juaj në çdo hap të jetës. Kushtësori, ta zëmë. Një punë benzinës, po këta hinë Kalablak e kanë pas zanat shpite. Me vesh një fjallë e tonë, hajde tonë një ashtë, vesh për në që tonë një do për jashtë. Histori, kujtohet shpeshëm në ekskluzion, që ka qenë pjesa me vështire. Të shkollës ju, nëse kështë mujtë për të me na u prezentu, pozitën e ju edhe me vazhdu për detaje rreth kësaj ceremonie që po zhvillohet pak më ndryshe për dallën për shkolla. Unë jam Muzafer Shale, jam themeluesi Gjimnazit Britanik për Teknologji. Gjimnazi Britanik për Teknologji është themeluar në 2022. Kjo është gjenerata e dytë që po diplomon. E veçanta e kësaj pse ne e bëjmë këtë formë është për shkak se këta fëmijë kur vinë në një moshë shumë të re, po vinë edhe në gjatësi, domethënë ma të pazhvilluar dhe kur të përfundojnë shkollën, domethënë janë në moshën e pjekurisë, domethënë kur i bojnë ka 18 vjet, dhe është e veçantë, domethënë vinë si fëmijë, domethënë prej një shkollës fillore dhe pastaj
dalin si lider të arshëm këtij vendit, cilët kanë me kontribu në zhvillimin ekonomik të vendit. Fokusi jonë është vetëm në teknologji të informacionit dhe mendoj që është e veçantë e programit tonë që ne kemi dhe kur të shkojnë në fund dojna me pas një mundësi të mirë që ata me majt mend një ceremoni e cila kanë me majt mend gjatë të jetës. Unë mas lukte personalisht kur e kam kry shkollën e mesme, kemi shkuar në një restoran ku këngëtari ka kënu në një gajbe, domethënë se s'ka pas kushte. Dhe nuk i kemi çto kujtime, kështu që për ta është një ditë e veçantë dhe kjo është arsyeja pse e bëjmë këtë një përcjellje madhështore që ja u bojnë nxënësa. Përveç mbrëmjes së maturës, e bëjmë edhe ceremoninë e diplomimit. Si ka lind ideja e pjesës ku nxënësit e klasës 11 parakalojnë me uniformat veteranëve. Ideja ka lind dhe ne kemi pa në për shumë vende praktikohet që njerëz kalojnë me uniforma të ushtrisë, ka kadet që demonstrojnë, sidomos pjesën ceremoniale ku intonohet himni dhe kemi menduar që çka është më e mira. Veteranët të UÇK-s nuk ka me pas më kurrë, një herë ka pas dhe kemi menduar që nxënësat tonë me parakalu me uniformën e veteranit. Këta nuk janë veteran dhe jemi pajtu me ideatorët e uniformës së veteranit të UÇK-s që me pas këtu ku i shkruan Freedom Cadets, do thonë që i bjen kadet të lirisë, domethënë, dhe kanë edhe logon e shkollës dhe është i vetmi rast ku lejohet prej ideatorëve për me mujt me u përdor uniforma e veteranit prej dikujt që nuk është veterani i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, është në ceremoni të diplomimit. Dhe kjo është arsyeja, na duhet me respektu vlerat tona, liria ka ardhur, kjo që na sot mundemi me pas këtu është për shkak të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Unë e majnë se kam kry shkollën para luftës dhe nuk kemi jetuar në një shtet ku kanë ardhur domethënë policia në çdo moment në orë dhe i kanë maltretuar si nxënësat, nuk na kanë lënë. Kështu që kjo madhështore që ka ndodhur për gjeneratën tonë që ne përjetojnë në liri. Dhe kjo është bë fal Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe në shenjë respekti për vlerat tona dhe shumë gjenerata më herët, për shkak se në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është përmbyll ky proces, atëherë na dojmë respektuar, dojmë me pas si vlerë tonë dhe me promovu edhe nxënësat me pas gjithmonë. Nxënësat e klasëve të 11 për çdo vit në ceremoninë e diplomimit kanë me bart uniformën e veteranit, natyrisht ku i shkruan në Freedom Cadets. A është kryesisht thelbi me zgjuat ndjenjen brenda trive për kontributin që ka dhënë ushtria jonë për këtë vend? Pikërisht për këtë mi përkujtu ata, mas disa vjetëve nuk ka me pas veteran të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ka me pas të FSK-s, mirë po veteran të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nuk ka me pas. Dhe kush ka me vesh këto uniforma, kush ka me trashëgu këto? Ideja është që me trashëgu në një institucion dikon, që janë shkolla, që mundën sigurisht edhe shkolla tjera me përdor, është hera e parë që shkolla jonë e bën këtë dhe përdesë sot ekziston shkolla jonë gjithmonë ka me u parakalu me kur na shtanitet edhe na kemi me kohë, domethënë ka me u parakalu me uniformat e veteranëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pikërisht kjo është me rujt trashëgimin dhe me rujt vlerat me diçka që ka me vazhdu matutje dhe nuk ka me ndërprej kurrë. Kom po që në për karikat ftumve shkruan edhe UÇK, kush prej ushtarëve ose pjesë? Janë veteran të UÇK-s, cilët i bartin uniformat të UÇK-s, tu kanë me qenë prezent edhe veteran të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, kështu që i kemi rezervuar venat për ta. Pastaj kemi meq tjerë ndërkombëtar, për shkak se na kemi edhe bashkëpunime ndërkombëtare, kemi edhe njerëz prej jetës publike që vinë dhe na respektojnë dhe e kanë një respekt veçantë për shkollën tonë, po dhe ne kemi një respekt veçantë për ata, është e njëjta reciproke. Për fillim, nëse kishim mujt na tregu që është hera e parë cila po merrni pjesë në këtë lloj ceremonie, edhe çfarë ndjenje ky ngjall ky lloj i organizimit këtë ceremoni që tu pas parasysh faktin që është një ceremoni komplet më ndryshe që nuk është parë më përpara në Kosovë. Faleminderit. Po, është hera e parë që unë marr pjesë në kësaj lloj ceremonie, për arsye se edhe jam pjesë e një pjesë të ceremonisë, ku kadet e lirisë do të prezantojnë uniformën e veteranit. Qëllimi i uniformës është që të reflektojë tetërinjët dhe unë shpresoj që shkolla e cila e ka marrë përsipër të jetë e para, domethënë British Gymnasium of Technology, do të del edhe shkolla e kënaqur me këtë, po qëllimi kryesor është mbajtja e veteranit në të ardhmen në përjetësi, sepse ne veteranët një ditë të gjithë nuk do të jemi më dhe këtë uniform unë besoj që studentët të rinjët do ta bartin me krenari. A mendoni se kjo është diçka e cila do të më vazhdu me u bë edhe në shkollat e tjera, tu pas parasysh faktin që jemi në vend që
pothuajse sa po dalën nga lufta dhe më trashëgu më shumë ajo ndjenja brenda trive për kontributin që e ka dhënë ushtria qeverimtare e Kosovës për këtë vend. Po, veteranët si të tillë, veteranët të gjithë e dinë se çka kanë përjetuar dhe çka kanë bërë për vendin. Paraqitja e veteranëve ose uniforma e veteranëve, qëllimi është me ngrit ndjenjen të të rinj, me ngrit patriotizmin dhe dashurinë, dhe unë besoj që edhe shkollat tjera do ta përqafojnë këtë projekt dhe do të vazhdojnë, sepse qëllimi është vazhdimësia e veteranëve edhe pasi mos jenë veteranë më. Ajo është qëllimi kryesor. Sa i përket formës dhe uniformës, ne kem diskutuar shumë me drejtorin e shkollës, Muzaferin, gjatë kem pothuajse një vit kem diskutuar për këtë punë dhe kem marrë në përfundim së bashku që uniforma e veteranit të ketë studentët në këtë rast të kenë një emër dhe emri tyne do të jetë kadet e lirisë. Dhe ata do ta përfaqësojnë shkollën, çdo shkollë, domethënë do ta ketë emblemën e vet, do ta përfaqësojnë me emrin kadet e lirisë dhe e veçanta e kësaj uniforme është që ata do të bartin beretën e bardhë, e cila përfaqëson paqen. Do të thotë mesazhi i studentëve është të përfaqësojnë paqen. Sa i përket kësaj pjese për me kanë pak më kuptueshme për audiencën, se keni vendosur pikërisht që këta studentë më quajt kadet e lirisë? Fjala kadet më shumë përkon me ushtarak. Kjo shkollë nuk është shkollë ushtarake, është shkollë e teknologjisë, por për atë arsye nuk kem mujt me i quajt edhe nuk kem dashur me i quajt vetëm kadet. Prandaj kem analizuar shumë dhe kem marrë deri te përfundimi se kush janë këta dhe kem marrë një përfundim se janë këta kadet e lirisë, kështu ajo ka qenë qëllimi kryesor. Duke pas parasysh faktin që ju vetë jeni komandant dhe jeni veteran, çfarë ndjenje ju ngjall brenda vetes kur ishini tritur duke bajt? Qëllimi im qysh nga krijimi i uniformës, idejes uniformës shumë më herët që kem filluar, ka qenë ndikimi të të rinjt. Dhe po e shoh se për çdo ditë të rinjt, jo vetëm me uniformë, po edhe me emblema të luftës edhe me përfaqësime në koncerte të ndryshme, po e përfaqësojnë vendin shumë bukur në aspektin patriotik. Pra po them dhe për mua është një ndjenjë e veçantë kur i shoh të rinjt duke pranuar, domethënën të kaluarën, duke pranuar, duke ditë se çka ka ndodhur, dhe unë mendoj se me projekte të tilla do ta ngrisim prap ndikimin sa më të madh që të rinj të vazhdojnë, sepse vetëm në këtë formë, duke i kriju të rinjt, me thonë kushtimisht më patriot, ata do të bëjnë më shumë për vendin, do ta duan më shumë vendin dhe do të kontribuojnë. Kështu që unë besoj që çdo i ri i cili ka patriotizëm në shpirtin e tij, ai bëhet student më i mirë, sportist më i mirë, artist, politikan, biznesmen apo udhëheq i çfarë do lloji. Me faleminderit shumë për mundësinë që na jepni në realizimin e intervistës me juve. Për fillim se kishim mujt me na prezantu edhe me na tregu se çfarë ndjenje ju jep sot partia e kësaj uniforme. Faleminderit e juve, unë jam Sara Bulliqi nga shkolla British Gymnasium of Technology. Kjo uniformë është normal një ndjesi shumë e veçantë, jo vetëm për mua, por për këtë neve shqiptarëve. Janë tishat e veteranëve të UÇK-s. Është një ndjesi shumë e veçantë edhe që nuk vjen gjithmonë. Na e kemi nderin sot me veshën edhe me bën një program të shkurtër për ceremoninë e diplomimit. Është një rast i veçantë që mundem me tregu për të ardhmen fëmijëve të tjerë që çfarë kontributi kanë pasur ushtarët për çlimin e Kosovës. A është hera e parë që e bartni uniformën? Po, jemi të partë që i veshim këto uniforma, sepse nuk janë të lejuara me veshën, përveç veteranëve, por është me rregull. Do të thonë vetëm për ceremoninë diplomimit guxojnë këto mu vesh, edhe jemi të partë që e kemi realizuar këtë ide. A mendon që kjo ka me ndikuar pozitivisht tek brezat e ardhshëm, duke pasur parasysh që fakti që ju vetë jeni e re edhe ju ngjallni ndjenjë pak më ndryshe. A mendoni që kjo ka me ndikuar me ngjall patriotizmin brenda trive? Po, unë besoj shumë është një ide shumë e mirë e interesante që nuk u po ndonjëherë, edhe mendoj që po, edhe shpresoj që
këmë realizu edhe në shkolla ose programe tjera. Për fund, a po ndihni pak më shumë patriotë duke pasur parasysh që keni uniforme? Shumë, është shkejt një ndjesi ndryshe. Edhe jam shumë falëndëruese që jam përzgjedhur me më shfaq me këtë uniformë.